Këtë në studio do të flasim për situatën në lindjen e mesme, por edhe ato çfarë po ndodh në Rusi dhe apo ndërlidhen të dyja këto zhvillime me njëra tjetrën. Kam në lidhje të drejtë për drejtë profesor Xhavit Shalën, eksperti i sigurisë. Profesor, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Sa janë shanset reale për një marrëveshje mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, edhe pse duket se në këtë fazë gjithçka po mbahet top sekret si nga Irani si nga Shtetet e Bashkuara? Si me përqindje kemi frikë tash se kur ka 95% është gati dhe 5% mund prishet, do që 5% që më i forse 95%. Kështu që më sa duket po shkohet drejt një marrëveshje paqe, duket edhe nga pala iraniane ka patur tërheqje, por edhe nga pala amerikane duket po arrihet një gjuhë të përbashkët, por ndryshe nuk mund të shpresojmë për marrëveshje. Por ka një ndryshim të pozicionit amerikan tashmë që presidenti Trump po ndjen që po i afrohet marrëveshjes, duket ka shpalos edhe ato idetë të tjera për një rend të ri sigurie në linjën e mesme, pra për përfshirjen në këtë marrëveshje edhe të vendeve të gjirit, pse jo edhe raportet midis në marrëveshje të trajtohen edhe raportet midis Iranit dhe Izraelit. Pra duket nëse presidenti Trump do të arrijë ta konsolidojë dhe ta realizojë këtë ide, të cilët ai ka biseduar edhe me liderit e vendeve të gjirit, me Pakistanin, me Turqinë, gjithashtu, nëse do arrijë, atëherë ai ka drejtë të shpallet fitimtari i luftës dhe do ketë një kredo të fortë politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për zgjedhjet e fundmandatit. Po sa do të arrihet, kjo do të buket. Domethënë fakti që presidenti Trump e holli në tavolinë këtë, do të thotë që ai ka besim që mund ta realizojë. Po flet për projektin e marrëveshjes Abrahams që të përfshihen tashmë edhe vendet e tjera. Pra për për zgjerimin e akordeve të Abrahamit. Edhe është shumë interesante. Nëse do arrijë kjo, ka drejt presidenti Trump të shpallet fitimtari i luftës. Por edhe Izraeli, edhe Irani nuk do trajtohet si kapitulluar. Shiko, me sa duket presidenti Trump ka parasysh edhe amerikanët do të kenë parasysh edhe përvojën e luftës parë botërore ku përçmua humbësi që ishte Gjermania dhe kjo bëri pastaj që ata të fitonin një kapital politik dhe në një periudhë të shkurtër Gjermania u përgatit për një luftë tjetër. Pra edhe humbësi duhet trajtuar me dinjitet në kuptimin e mirë të fjalës. Dhe në këtë plan, në këto akordet e Abrahamit që po parashikohen të zgjerohen, mendohet që edhe Irani, domethënë vendet e gjirit apo ky sistem sigurie të ketë një kontroll strategjik mbi Iranin, por edhe Irani të përfshihet në këto struktura, pra ideja që të përfshihet në mënyrë që të ketë mundësi integrimi. Pra se vetëm kjo është mënyra pastaj, sepse nëse do krijohen procesi dy blloqe, Irani i mundur të qëndrojë aty dhe shtetet që nënshkruan që u shton akordeve të Abrahamit në anën tjetër, në mos njëherë do lloj përsëri të ketë kontradikta. Është një zgjedhje që është menduar një zgjedhje shumë e mirë. Mund të përfundojmë me një konferencë ndërkombëtare për linjën e mesme që të promovohet një sistem i ri sigurie. Tash kjo do jetë një rritje, por do të më hes pak më hapa të matur të arrihet një herë marrëveshja, pra të arrihet paqja me Iranin dhe të arrihet një paqe, një marrëveshje më mirë se ajo e vitit 2015, sepse nëse arrihet një marrëveshje thjeshtë ajo e 2015, atëherë ku ishim gjithë kjo luftë, gjithë kjo humbje e madhe në ekonominë botërore, humbje në xhepat e qytetarëve kudo në botë, por edhe të saksofaguzëve amerikanë. Uraniumi i pasuruar duket se është një nga, kam përshtypjen, problemi më i madhe dhe kozgjatja të paktën siç është folur, se Trump na tha asgjë që flisni, asgjë që thoni nuk është ajo çfarë ne po diskutojmë, kështu që në një Truth Social që kishte postuar, por të paktën nga ajo çfarë është folur deri tani duket se afati për sa kohë nuk do të vazhdojë me pasurimin e uraniumit Irani ka qenë në diskutim 5 thot Irani, 20 thon Shtetet e Bashkuara. Uraniumi i pasuruar në masë të madhe, dy opsione duket se janë tavolinë tani. E para të transportohen të shkojnë në Shtetet e Bashkuara, e dyta të hollohet, të zgjesohet pasurimi i saj me mbikëqyrje të fortë ndërkombëtare. Po, shiko, ajo që është arritur në këto
po e themi memorandum para që kur nuk është nënshkruar, por kur mendohet që të nënshkruhet, është që çështja e uraniumit është thuar që do të diskutohet që në fazën e parë, por vendimet për te do të merren në fund të fazës ose gjatë fazës të arbushimit 60 ditor. Pra, se çfarë të bëhet me këtë uranium, janë të gjitha ato opsione edhe varfërimit të uraniumit dhe varfërimit të uraniumit dhe e nxjerrjes jashtë e azësimit të tij brenda një variant tjetër e azësimit të tij brenda Iranit me mbikëqyrje ndërkombëtare siç mund të jenë vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe Agjencia e Energjisë Atomike e Vienës. Pra ka disa variante. Këtu akoma nuk është rënë dakord me përqindjen e lejimit të pasurimit apo nuk do të lejohet fare. Ju është përmendur që kërkesa amerikane shkon rreth 20 vjet, po do jetë kjo e mjaftueshme se 10-15 vjet i ka pas edhe marrëveshja vjetër. Pra, tu gjithë problemi është që duhet kjo marrëveshja e re mendohet që të jetë shumë strikte, mendohet që të jetë shumë detajuar, pra mënyra se si do kontrollohen, sa do të lejohet, si do të kontrollohet, a mund të futen përsëri me njëherë në veprim sanksionet nëse ka shkelje, kush do të kontrollojë, pra gjitha hapat. Një tjetër ku nuk sipas informacioneve që rridhin në media, se mbas atyre ne arrim të gjykojmë dhe të konfirmojmë dhe të bëjmë analiza. Bëhet fjalë edhe për zhbllokimin e fondeve, sidomos një sasie prej 5-6 miliard dollarë që janë në Katar të bllokuara, edhe këtë sasi iranianët e duan paraprakisht, pra me fillimin njëherë me nënshkrimin pa pritur rezultatet e mëtejshme. Kjo nga ana amerikane rezistohet sepse amerikanët kanë parimin që ju lëshoni, ne t'ju japim. Pra, sa më shumë të lëshoni, aq më shumë do të përfitoni. Ka shumë kjo do jetë në themel të marrëveshjes së re. Dhe duket se këtu ka ndjesë përsëri, po fakti që është një diçka domethënëse, fakti që Shtetet e Bashkuara goditën në Iranin e Jugut pozicionet që mbahen nga garda revolucionare, sidomos pozicionet të lëshimit të raketave, por edhe në anijet e vogla që merren me minimet e tjera, dhe nga ana e Iranit përveç një deklarate nuk pat ndonjë reagim, pra nuk ulshua asnjë raketë, nuk pat asnjë dron nuk ulshua. Tregon që Irani tashmë ka filluar të gjykojë me realitet, pra e shef që nuk mund ta shtyjë dot më tepër, sepse bllokada ekonomike e shkaktuar sidomos mbyllja nga flota amerikane e eksportit të naftës ka luajtur një rol në dobësimin maksimal të ekonomisë përveç goditjeve të objekteve brenda etj. Pra, unë shoh që iranianët po i afrohen pak a shumë mënyrë se si do ta zgjidhin këtë, shoh një lëvizje të krahut më të butë, po e themi, se s'mund themi liberal, domethënë, po të presidentit, synimit apo njoftimit i tij, vendimit i tij për kthimin e internetit në pas 70 ditësh luftë për kthimin e internetit është një shenjë mirë se popullsia jo vetëm që i lehtësohet puna, mësimdhënia për mësimet online etj, por kjo mundësia edhe për të marrë një informacion më tepër se sa informacionet që shet regjimi. Nga ana tjetër, rizgjedhja e kryetarit të kuvendit, edhe kryetarit parlamentit, kjo është një shenjë mirë që pjesa jo e ashpër, po e themi, është po i forcon pozitat. Pra, këto e shenjë mira që tregon që krahu i gardës me sa duket ka filluar ta ndjejë dobësimin, pak në shenjë që po lexojmë deri tani. Dhe goditja që i dhanë Shtetet Bashkuara të Amerikës pikërisht krahut të gardës vend pozicioneve të tyre, është një ndihmë që jepet edhe krahut më pragmatist, po e themi, në qeverisjen. Pra, ajo përçarja në leadership ka filluar të japi rezultat. E kuptoj. Është folur vazhdimisht gjatë kësaj kohe që Shtetet e Bashkuara po veprojnë për interesat të Izraelit me bombardimet në Iran, edhe pse Donald Trump nuk e ka hequr objektivin e tij nga Irani edhe kur s'ka qenë president, apo në moshën 33 vjeç në 79-ën, kur u rrëmbyen diplomatët amerikan, ai kritikoi aso kohë presidentin për një reagim të butë. Por duket se më të interesuar në fakt për mënyrën se si do duket marrëveshja mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, janë fqinjët e Iranit
Emiratet, Arabia, e deri tek Turqia, dhe kjo u pa edhe në reagimin Arabi Saudite kur u fol për një marrëveshje dhe negociata, që ata kërkuan sqarime, por edhe në bisedimet që vetë presidenti Trump zhvilloi me ta së fundmi, ndërkohë që duket se negociatat po avanconin. Është interesat janë nuk flitet thjesht për interesa izraelite këtu. Të flasim realitetin, tash interesat kryesore janë të vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës, nëse do të kanë atë rolin e garantuesit të rendit në këtë sistemin rajonal të sigurisë në linjën e mesme. Nëse do humbiste këtë luftë, do humiste edhe nga ky rol, edhe do përfshishin superfuqi tjera, Kina dhe Rusia. Pra, këtu lufta kryesore, fitoria e luftës është në interes të Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës do mbeten përsëri garantuesi i një rendi post-konflikt në linjën e mesme që do të jetë mbi bazën amerikane, po themi, por këtu të fituar janë edhe vendet e gjirit, të cilët edhe ata sigurinë e tyre kishin ngjitur në një sistem ku mbështeteshin nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, nëse humbet luftën Shtetet Bashkuara të Amerikës, atëherë vendet e gjirit do të shohin aleanca të tjera, në një farë mënyrë pastaj do bjeri pozicioni, do bjeri roli i Shtetit Bashkuara të Amerikës në linjën e mesme. Kështu që kryesore në këtë rast edhe normalisht edhe Izraeli do të fitojë, por Izraeli bën atë ka atë, po e themi, paralelisht ai kërkon të shfrytëzojë sa më shumë Shtetet Bashkuara të Amerikës, por ai nuk heq dorë nga tentat e tij për të reaguar në rast kërcënimi. Dhe tu ne shohim pozicionin e tij në raport me Hezbollahun. Domethënë ata janë si me zemër të ngrirë nga mënyra si do arrijë presidenti Trump këtë marrëveshje, por ata nuk do të lejojnë asnjëherë që të përfshihet Izraeli pa të drejtë reagimi ndaj kërcënimeve. Këtë nuk e negocion as me Amerikën dhe me askënd Shtetet Izraeli. Pra, Izraeli për interesat e tij të sigurisë kombëtare, ai do të thyejë çdo lloj marrëveshje, kështu që është më mirë që të parashikohen këto gjëra që në fillim. Të parashikohen, pra, gjithsesi nëse në marrëveshje do vendoset që konfliktet të pushtojnë në gjithë linjën e mesme, normalisht Irani do marrë përsipër detyrimin për të urdhëruar apo për të asfiksuar kundër përgjigjet e Hezbollahut në Liban. Pra, në një farë mënyrë gjërat janë aq të lidhura sa që stumbullari është, nëse kjo arrihet marrëveshja me Iranin, këto veprimtaria e proksive dhe tjera besoj se do të zbehet drejt shurjes fare bile. Tu problem është që nëse me marrëveshjet e Abrahamit roli i rëndësishëm është i Arabi Saudite. Arabia Saudite edhe në marrëveshjen në momentin e nënshkrimit të marrëveshjes parë, Arabia Saudite ka lidhur këtë me çështjen palestineze, pra me njohjen e shtetit palestinez. Nëse në këtë si pasojë edhe presionit për sigurinë e vet, mund përfshihet Arabia Saudite duke hequr dorë në farë mënyrë apo duke mos u përmendur çështja palestineze, do të jetë një humbje e madhe për çështjen palestineze. Përfundimisht pastaj Izraeli fiton legjitimitet të plotë, pra nuk kemi gjithë vendet arabe përballë Izraeli, po tashmë do kemi gjithë vendet arabe dhe Izraelin përballë Iranit. Pra në farë mënyrë Izraeli legjitimohet plotësisht aty. Kjo do duket nga pozicioni që do marrë sidomos Arabia Saudite. Është interesante pozicioni i Pakistanit, të cilit edhe ati u bë thirrje për të marrë pjesë në marrëveshjen e Abrahamit, po Pakistani nuk mund të trajtohet si mund të trajtohet as Arabia Saudite as vendet e tjera. Pakistani është fuqi bërthamore, kështu që Pakistani e ndjen veten shumë të sigurt, me garanci të forta sigurie, mbështetur me një deterrencë strategjike të cilën ai e posëdon dhe nuk në një farë mënyrë, po ta themi në gjuhë thjesht, nuk ja ka frikën as Izraelit as kujt, domethënë as Indis që ka me cilën ka konflikt. Kështu që do duket si do ecën, por nëse presidenti Trump arrin, domethënë që kjo marrëveshje mos jetë thjesht çështje centrifugash, çështje pluri bërthamore, po të jetë më gjerë, pra të jetë zgjerimi i akordit të Abrahamit dhe një rend i ri sigurie në linjën e mesme në ndërtimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, atëherë do jetë një fitore shkëlqyer e presidentit Trump dhe ai më drejt pastaj to do t'i përkthehen nesër në vota në por një rol të rëndësishëm i dha edhe Turqisë.
Absolutisht, Turqia ka luajtur, Turqia është një nga fuqitë kryesore rajonale. Pra krahas Arabisë Saudite, krahas Izraelit, Turqia është edhe Iranit në krahun e kundërt, po themi, Turqia është një nga fuqitë kryesore. Normalisht që gjithçka konsultohet me Turqinë, mund t'ju sjell në vëmendje vetëm synimi që ishte në fillim për të përdorur kurdët e Iranit për të aprashuar në rrugë toksore kundër Hezbollahve, por ka qenë një ndërhyrje energjike e Turqisë, sepse armatosja e kurdëve i hapet një problem, ishte një kërcënim i hapur për sigurinë kombëtare të Turqisë, dhe ishte ndërhyrja e Turqisë që e asfiksoi këtë linjë, paktën sepse nuk dihej se çfarë forme do kishin marrë pastaj zhvillimet e mëtejshme. Kështu që Turqia është një fuqi që po kthehet tashmë një fuqi jo vetëm e nivelit mesëm, po një fuqi që po ngjohet zëri edhe në arenën ndërkombëtare, në aspekt dhe po merr një rol të rëndësishëm edhe në krahun jugor të NATO-s, domethënë. Kështu që me të drejtë nesër mund të kërkojë edhe raporte të ripërtërira edhe me Bashkimin Evropian në aspektin politik. Mirë, duket se të lidhura apo jo, por nuk besoj se ka rastësi në zhvillimet ndërkombëtare. Sa po u njoftuan se Shtetet e Bashkuara së bashku me vendet e tjera të gjirit ishin afër për një marrëveshje me Iranin, nisi një val e paprecedent deri tani sulmesh nga Rusia drejt Ukrainës. Po e bën këtë për të rritur pozicionin e saj negociues, duke e ditur se pas Iranit natyrisht do ta ketë radhën Rusia, apo çfarë ishte ky bombardim i Kievit? Edhe paralajmërimi për bombardimet të tjera. Rusia është pa zonja të avancojë, është humbur në fushën e BTS, pra nuk po avancon dot asnjë centimetër përkundër po humb territorin dhe po përpiqet që moralin ta marrë lart duke bërë goditje në thellësi. Pra, që po në njëjtën mënyrë po i përgjigjet edhe Ukraina. Me sa duket pas takimit të Pekinit, ku sidomos pas vajtjes së presidentit Trump, ku u bë qartë që janë dy fuqi botërore, nuk janë tre. Me sa duket Putini don që rivendoset apo të ngjitet në piedestal me fuqinë e armëve, sepse nuk ka ai në moment që po bëshin bisedimet, ai nxorri një variant të raketës Sarmant pra ai nuk mund të garoj dot me Kinën, nuk mund të garoj dot me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por as me Bashkimin Evropian, me ekonomi do përpiqet të garojë në armatim, gjë që pavarësisht sa do bombardimet bëj, ai edhe dëmën që mund të shkaktoj, ai nuk mund të arrijë dot ato objektivat maksimalistë që kishte ka në rënd, aty bile po i binë edhe objektivat minimaliste. Ai përveç atyre që ka marrë në 2014 dhe i ka zgjeruar në 2022 ato pak territore që i ka zgjeruar, sepse ato i kishte që në 2014, pra po flasim për atë 20%, nuk do mund do të marrë dhe nuk do të asfiksoj do të shtetin demokratik Ukrainës, i cili e ka orientimin drejt Bashkimit Evropian fillimisht, pra duke marrë parasysh edhe formulën e kancelarit gjerman për t'i dhënë pozicionin një vendit asociuar më njëherë, pra edhe në këto kushte, në kushtet kur është në luftë, për të dhënë pozicionin Ukrainës, pra në mënyrë që ajo të arrijë të përfitojë, gjithashtu edhe me një mbështetje të fuqishme të NATO-s me armatime e tjerë. Pra unë nuk do ta quaj, ai do përpiqet, ai është pak e çuditshme, domethënë se si sillet një lider, po e themi hileqar, domethënë u bë ur përpara festimeve të 9 majit, domethënë kërkoi një janë pushim, kërkoi kështu, kishte shqetësimin e bombardimeve dhe u bë tigër pas 9 majit. Domethënë kërkoi hapësirë për bisedime dhe përfshirjen edhe të aktorëve të tjerë përpara 9 majit dhe që e ka trash dërën pas 9 majit. Po unë mendoj që është sa do dëmet që mund të shkaktojë, ata nuk mund të vazhdojnë dot, sepse Ukraina është një Ukrainë tjetër. Ukraina tashmë është një nga ushtria e Ukrainës, një nga ushtrit më të fuqishme në Europë, që mund të krahasohet për nga niveli i inovacionit bile është më para se sa ushtria ruse. Dhe pikërisht është kjo mënyrë, ky inovacion, kjo mënyrë e re luftimi, teknologjia në fushën e BTS, është ajo që i ka bërë këtë që ta frenoj avancimin rus
por ndërkohë këtu kërkohet një mbështetje e madhe evropiane për t'ju përgjigjur mbrojtës sidomos të raketave të fundit, të prodhimit të fundit, siç janë Iskander apo edhe Kinshal apo edhe raketa të tjera të cilat ata po përdoren, që ato nuk mund të pengohen me forma të tjera përveç se me raketa Patriot apo me sisteme shumë të avancuara. Kështu që kërkohet urgjentisht një shtim i mbështetjes si nga vendet europiane, ashtu edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nga njëra anë, Rusia po intensifikon luftën hibride, po kërcënon vendet balltike, ka çuar në Bielorusi disa prej armëve të saj edhe bërthamore, po e tërheq edhe atë që ai e quan stërvitje dhe më pas fillon edhe sulmet nga Bielorusia. Paralelisht me këtë kërkon Europën në tryezën e bisedimeve. Pra, ai kërkoi fillimisht Gerhard Schröder, por dje që në diplomaci kërkon maksimumin për të arritur më pas një të ndërmjetme. Por fakti që po e kërkon Europën për herë të parë në bisedime, që deri tani ka kërkuar vetëm Shtetet e Bashkuara, tregon një farë ndryshimi të qasjes apo një mënyrë tjetër që po kërkon Vladimir Putin për të zgjidhur situatën me Ukrainën? Mospërfshirja e Europës, ne kemi theksuar në analiza edhe mospërfshirja e Europës do ta bënte çdo lloj marrëveshje të cunguar. Europa është direkt e përfshirë, domethënë Europa është direkt e përfshirë në këtë, sepse lufta po zhvillohet në oborrin e Europës. Domethënë në fakt presidenti Putin to i afroi para 9 majit. Tashmë pas 9 majit nuk është se po i përmendin më këto. Është interesant edhe fakti i largimit edhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës nga pozicioni i negociatorit aktiv. Ka një deklaratë para disa javë, jo më shumë se 10 ditë, sekretari Rubio që thotë që ne jemi gati të hapim hapësirë kushdo tjetër të merret me negociatat. Edhe ndërkohë që utërhoqën amerikanët rusët intensifikuan shumë sulmet, pra edhe me raketat e prodhimeve të fundit. Pra duket sikur ka një përpjekje të dëshpëruar të rusëve për rikthimin edhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës në tavolinë në një farë mënyre, në tavolinë apo në rolin sepse me Shtetet Bashkuara të Amerikës ata pavarësisht që pretendonin që të ishin Shtetet Bashkuara të ishin të paanshëm, Europa nuk është fare e paanshme, Europa është parë me Ukrainën dhe futja e Europës në bisedime është një fuqizim edhe i pozicionit të Ukrainës. Kështu që unë mendoj që nuk ka rrugë tjetër, kështu si po shkon ekonomia ruse dhe me problemet që i ka shkaktuar Ukraina dhe bllokadat ekonomike etj, nuk do zgjasi dot dhe do uli tempin e sulmeve, të cilët ajo po i bën që të ulet sa më i fuqizuar në tavolinën e bisedimeve dhe do të pranojë të ulet në bisedime, nuk ka rrugë tjetër sepse është viti 5 dhe ekonomia ruse nuk ka mundësi ta përballojë më. Faleminderit shumë profesor, ditë të mbar. Faleminderit.